Qindra milion euro abuzime në tendera. La Figaro jehon çështjes Balluku. Zëvendës kryeministria pezullohet përgjithmonë nga detyra pas akuzave për korrupsion. Vendimi i dal dje pas votimit në gjykatën kushtetuese sa i përket rrëzimit kërkesës së kryeministrit Edi Rama për masën e pezullimit nga detyra të zëvendës kryeministres Belinda Balluku është pasqyruar edhe në mediat e huaja. Le Figaro shkruan se Balluku akuzohet për abuzime tendera në rastin e tunelit Llogaras, ndërsa është nën hetim për shkelje edhe me disa lote në Unazën e Madhe të Tiranës. Le Figaro shton se lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit është një nga kushtet kryesore për pranimin e Shqipërisë në BE, duke përmendur edhe faktin që disa ministra të qeverisë Rama janë shënjestruar nga sistemi i drejtësisë për raste korrupsioni. Ja dhe artikulli plot. Ministrja e cila ka qenë në qeveri që nga viti 2019 akuzohet për favorizim në tenderat që kanë të bëjnë me ndërtimin e një tuneli 5.9 kilometra të gjatë në një rrugë në jug të vendit dhe tenderat për një pjesë të Unazës së Tiranës. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë mbështeti të premten pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila akuzohet për korrupsion në prokurime publike. Një aleate ngushtë e kryeministrit socialist Edi Rama, ajo pezullua nga detyra e saj në 20 nëntor nga një gjykatë speciale pasi u padit nga prokuroria që heton në rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit. Gjykata gjithashtu lëshoi një ndalim udhëtimi kundër saj në Shqipëri. Gjykata kushtetuese e kapur nga qeveria, megjithatë e kishte autorizuar Belinda Ballukun, e cila është gjithashtu ministre e infrastrukturës dhe energjisë, të rifillonte detyrën e saj në dhjetor në pritje të një vendimi. Më në fund të premten ajo njoftoi se kishte vendosur të rrëzonte ankesën dhe të mbështeste vendimin e gjykatës speciale, e cila e kishte pezulluar zonjën Balluku nga detyra të saj. E favorizuar për favorizim. Ministrja, e cila ka qenë në qeveri që nga viti 2019, akuzohet për favorizim në tenderat për ndërtimin e një tuneli 5.9 kilometrash në një rrugë në jug të vendit dhe për një pjesë të Unazës së Tiranës. Belinda Balluku i ka hedhur poshtë akuzat dhe ka deklaruar se do të bashkëpunojë me sistemin e drejtësisë. Kreu i qeverisë e denoncoi atë si një akt të hapur ndërhyrje në pavarësinë e degës ekzekutive. Lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit është një nga kushtet kryesore për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Disa ish-ministra në qeverinë e Edi Ramës në pushtet që nga viti 2013 janë shënjestruar nga sistemi i drejtësisë në raste korrupsioni.